se kushtet e kontratës e parashenjen përgjegjësinë e kompanisë sipas parimit DTP pra nga nisja deri në destinacionin final e ka pohuar edhe drejtori i rezervave Hafiz Gara. Mirë po Gara pretendon se pasi ishte bërë pagesa avans 100% kompanisë turke, afaristi kosovar Ridvan Muharremi kishte kërkuar që të ndryshohet kontrata bazë për t'ia hequr përgjegjësinë e transportit kompanisë turke. Rrjedhimisht kërkesa e tij ishte aprovuar nga ministri Hajdari, e cila për më tepër, përkundër se vetë kishte nënshkruar kontratën, kishte kërkuar llogari nga Gara, sepse kontrata e kishte ngarkuar kompaninë turke me përgjegjësinë e transportit. Lidhur me kërkesën e Ridvan Muharremit për ndryshimin e kontratës bazë dhe rregullat e Incotermit DDP për qëllim të pagesës shtesë për transport të grurit, vet i pandehuri kishte biseduar me sekretarin Irfan Lipovica, si dhe me zyren ligjore të Mint. Lidhur me këtë kërkesë të Ridvan Muharremit, i pandehuri deklaron se vetë të pandehurin Hafiz e kishte ftuar ministrja Rozeta Hajdari në kabinetin e saj dhe me këtë rast kishte kërkuar llogari nga i njëjti, duke e pyetur se pse ishte vendosur Incotermi DDP në kontratën bazë dhe me këtë rast i pandehuri e kishte njoftuar se ajo ishte forma standarde e kontratës që ishte bërë çdo herë në të kaluaren për të gjitha blerjet e rezervave shtetërore. Mirë po pavarësisht sqarimit, ministrja Rozeta Hajdari kishte kërkuar që të përpilohet një aneks kontrat për heqjen e rregullave të Incotermit DDP nga kontrata bazë, thuhet në deklaratën e dhënë nga Hafiz Gara, drejtor i Departamentit për Rezerva Shtetërore. Mirë po ministri Hajdari ka thënë se nuk mund të lëshohet në pretendimet e speciales. Këto janë procese që unë do t'i dëshmoj në gjykat krejt me argumente dhe prova. Janë çështjet e klasifikuara sekret dhe nuk lëshohem në pretendimet e prokurorisë derisa nuk kam pa deklaratat e dëshmitarëve, nuk i kam lexuar dhe këtu rezervohem për të përgjigjur te ti sepse janë çështje të klasifikuara sekret.